Sot shënohet dita veteranëve, do kjo që lidhet me ngjarjet e para 34 viteve kur u sulmua shtëpia e familjes Jashari në Prekaz. Xhevdet Thaçi, kryetari i organizatës së veteranëve dhe invalidëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Dega Has, tha se dita veteranëve duhet sa më shpejt të bëhet shtetërore. Mas pari kjo do të futen në kalendarin e shtetit, që të festohet në mënyrë zyrtare. Unë i baj apel edhe qeverisë e cila do të vjen së shpejti, që mos ta kaloj ligjin për vlerat e luftës, pa ja bën spori pastrimin edhe kategorizimin e kësaj kategorie. Është kategoria veteran luftëtor, veteran pjesëtor dhe veteran pjesëmarrës. Thaçi theksoi se qeveria që do të formohet duhet që fillimisht të pastrojë listat e veteranëve dhe më pas të procedojë ligjin për vlerat e luftës. Ne si dega organizos të Hasit, kam qenë dega, s'pa tha me para, po vërtet kemi shtyr si proces me prokurorin, me pastrimin e listave. Kemi hasë në shumë probleme edhe ka qenë vete diçka që jemi nalpa, kemi pas presione, sepse politika ka fund hund, gati po thuaj gjithkund. Ai e cilësoi si të turpshme numrin e madh të veteranëve në lista, duke shtuar se listat e vërteta duhet të hartohen pa ndikimin e disa komandantëve. Ne kërkojmë të qeveria, të zyra qeveritore për kategoritë e luftës që është në kodër e qeverisë, që spori ta formojë një komision e të merret me prokurorin edhe me organizatat, jo me komandantat. Është komplet e gabume të cilët disa komandantë thonë se pa neve nuk do të bëhet kja. Jo, është absolut e pavërtet. Është listat të cilat kanë qenë pas përfundimit luftës, janë dy lista, njëna e cila ka dërguar KFOR-it, edhe njëna e jomit. Edhe i kem doset secili të brigada në fjalë. Ndërkohë lufta e UÇK-s u vlerësua si më frytshmja për kombin shqiptar pasi rezultoi me çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës.